Jemi të shku për shkak se kemi dallime esenciale rreth asaj se si kuptohet shteti. Po flasim për ambicjet personale. Jo, për ambicjet personale, sepse mua më është bërë ditur me 26 shkurt që nuk do të nga kryeministri Kurti atëherë që nuk do të përkrahem nga ana e lëvizjes vetëvendosje, por ai e ka pasur gjithë hapësirën e mundur që me partitë politike të arrijë një pajtim për cilin do emër tjetër. Dhe unë as nuk kam dashur ta pengoj, as nuk kam mundur ta pengoj, sepse unë si presidente kam përfunduar mandatin me 4 prill, kurse kohë për ta zgjedhur një president tjetër ka pas deri me 28 prill. Pra fakti që ata kanë dashur që këtë institucion të zhëndrojnë në një hiq, si që përmenda, një cop letër që abstenon, pastaj në një person që abstenon nga kryerja kompetencave kushtetuese, tregon që kjo s'ka pasur fare të bëj me ambicjet e mia, se ambicjet e mia kam përfundu me 4 prill, unë atë ditë kam përfundu mandatin. Pyetja është prej 4 deri me 28 prill, që e patën hapësirën e nevojshme edhe partia në pushtet, pse nuk arritën kompromis, sepse nuk donin kompromis i cili do të ishte në përputhje me kushtetutën dhe konceptin e shtetit demokratik, ku ka kontroll dhe balans mes pushteteve. Por donin një institucion që nështrohet në tërësi, që nuk ekziston, që nuk e kryen punën e vet, nuk e përfaqëson vendin e jashtë, nuk e udhëheq politikën e jashtme siç kërkon kushtetuta, nuk i mbron balancat brenda shtetit siç e kërkon kushtetuta, nuk e ngrit zërin për çështje të rëndësishme për shtetin, siç e kërkon kushtetuta. Dhe meqense kërkonin diçka të tillë, natyrisht që nuk u gjend kompromise, por kjo s'ka lidhje me ambicjet e mia, sepse unë kam përfunduar mandatin me 4 prill. Asnjë lidhje nuk ka të bëjë me këtë. Megjithatë, zonja Osmani, ju tani keni shumë kritika për Albin Kurtin, por jeni kritikuar shumë sepse për 5 vjet keni heshtur. Si i përgjigjeni kësaj kritike? Pra, keni heshtur në raport me politikat të cilat i ka udhëhequr Albini dhe sot e kritikoni veprimet të cilat i ka bërë Albini. Dhe për këtë po kritikoni. Po kritikohem nga ata që nuk ju ka interesuar të lexojnë se çfarë kam thënë unë për 5 vite, as nuk ju ka interesuar të dëgjojnë se çfarë kam thënë, as si kam vepruar. Pra është e zeza është mbi të bardhën. Deklaratat të cilat ne i kemi lëshuar si president, intervistat që i kam dhënë, fjalimet që i kam mbajtur në parlament e dëshmojnë pikërisht të kundërtën e atyre që po tentojnë me shty përpara si narrativ kritikuesit. Natyrisht që kur je president, kur je kreu i shtetit, kur çdo deklaratë jotja i kalon edhe kufit, ti je shumë i kujdesshëm sepse është e domosdoshme me mbrojt shtetin. Megjithatë, të gjitha çështjet, nga çështjet e dialogut Kosovë-Serbi, siç është neni 7 e neni 10 i marrëveshjes së Ohrit, deri tek drafti i Llajçakut, tek çështjet që kanë të flasim për vetë menaxhimin, për respektimin e të gjitha marrëveshjeve. Unë kam ngrit zërin publikisht kundër tyre, e kam ngrit zërin me 10 herë kundër draftit të statutit të asociacionit të komunave serbe i hartuar nga Llajçaku, të cilën edhe kryeministri, edhe zëvendës kryeministria, edhe ish kryetari i kuvendit e trajtonin si në përputhje me kushtetutën në fillim. Pastaj unë dola dhe thash nuk është në përputhje me kushtetutën dhe isha shumë e zëshme rreth asaj se ku janë shkeljet. Pastaj rreth çështjes së ngritjes së çmimit të energjisë elektrike, unë lëre që kam mbajtur qendrim publik, por kemi dërguar qendrim me shkrim në ZRE, duke kundërshtuar këtë dhe duke thënë që është kundërshtim me interesin publik të bëhet një gjë e tillë. Kemi ngrit zërin për shumë çështje në tema të shëndetësisë, në tema të arsimit, në tema të interesit nacional. Pra, unë kam folë edhe në parlament, sa i përket çështjes se si janë trajtuar aleancat. Pra, të gjitha këtu unë kam qenë e zëshme. Natyrisht kur ke thonë që bigjës po lën me shtetin. Po shumë interesant qysh edhe pas asaj deklarate prapë erdhën te unë dhe thanë të lutem bënu presidente, të lutem edhe 10 vjet të bashkëpunojmë me njëri tjetrin e tjera. Edhe pas asaj kanë ardhur? Absolutisht dhe jo vetëm një herë. Pra